u detyrua të ante mbetje këpucësh, por rriti një kampion boksi që i mori hak. Në fund të shekullit të 15, mira holandez, gjerman dhe francez ikën nga persekutimi fetar i Evropës dhe u vendosën në Afrikën e Jugut, ku e quajtën veten afrikanët e bardhë. Për 250 vitet e ardhshme, perandoria britanike u përpoqë t'u merrte tokën afrikanëve, derisa në vitin 1948 u instalua një qeveri afrikane që prezantoi një sistem ndarjeje racore të quajtur apartheid. Një hap i vogël për ju është një ndryshim i madh për mua. Çdo mbështetje, sado e vogël, ka një kuptim të madh për mua. Për ju mund duket një gjë e thjeshtë, por për mua do të thotë që ju besoni tek puna ime dhe tek ky komunitet që po ndërtojmë bashkë. Bëu antar i kanalit dhe bëu pjesë e këtij rrugëtimi të veçantë me një shumë minimale sa një kafe. Së bashku, çdo ëndër mund të bëhet realitet. Filmi zhvillohet 18 vjet para kësaj ngjarjeje, duke na prezantuar në një qytet të vogël britanik, ku lindi një forshim me emrin Peter Kenneth. Babai i tij kishte vdekur disa javë më parë në një incident me një elefant, kështu që nëna e tij i jep emrin dhe gjithashtu nofkën e tij, PK. Në vitet në vijim, PK rritet me mësimet britanike të nënës së tij dhe mësimet afrikane të dadës së tij, Sulu, e cila ka një djalë